Për muaj me radhë, shumë kush paralajmëroi se sulmi i pakufizuar i Izraelit ndaj Gazës nuk ishte thjesht një krim kundër palestinezëve, por një goditje fatale ndaj vetë idesë të drejtës ndërkombëtare. Ajo që po vihej në provë nuk ishte vetëm shkalla e dhunës izraelite, por nëse rregullat vazhdojnë të zbatoheshin fare, nëse pushteti do të mbetej kufizuar nga ligji, apo nëse ligji do t'i hapte rrugë forcës brutale. Këto paralajmërime u hodhën poshtë si egzagjerime. Shkruan Sumaya Ganushi, eksperte e politikave të lindjes së mesme. Pak kush i artikuloi më qartë pasojat se sa presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro, i cili paralajmëroi se zgjedhja përpara botës ishte e ashpër dhe e pamëshirshme, ose të mbroheshin parimet ligjore të dizajnuara për të parandaluar luftën, ose të shihej sistemin ndërkombëtar teksa shembej nën peshën e politikës së pakontrolluar të fuqisë. Për miliarda njerëz në jugun global, paralajmëroi Pedro, e drejta ndërkombëtare nuk është një abstraksion, por një mburoj. Hiqë atë dhe mbeten vetëm grabiçarët. Ai kishte të drejtë. Gaza ishte akti hapës, jo një devijim apo një gabim i përkohshëm, por momenti kur një doktrinë stazionuar prej kohësh hodhi përfundimisht çdo kufizim. Ajo që u shpalos atje nuk ishte vetëm vrasje dhjetra mijëra palestinezëve, por vrasja e vetë ligjit dhe bashkë me të vlerës së jetës njerëzore. Për më shumë se 2 vjet, e drejta ndërkombëtare është bërë e pavlefshme, e shkelur njësoj si trupat e fëmijëve, mjekëve, gazetarëve dhe pacientëve të bombarduar në shtëpitë dhe spitalet e tyre, shkrua Ganushi. Kjo nuk u bë në fshehtësi, por para syve të botës. Gjermania e armatosi, Britania e justifikoi, Franca hezitoi, të tjerë ofruan heshtje të maskuar si kompleksitet. Institucionet që duhet të parandalonin krime të tilla qëndruan më njanë ose i mundësuan ato në mënyrë aktive. Bota e bindi veten se shembja e ligjit dhe zhvlerësimi i jetës njerëzore mund të përmbaheshin, se Gaza mund të trajtohej si përjashtim pa pasoja. Nuk mundej. Ka diçka groteske në faktin që Gjermania dhe Europa papritur rizbulojnë të drejtën ndërkombëtare kur presidenti amerikan Donald Trump flet për aneksimin e Grenlandës. Të njëjtat qeveri që për muaj me radhë coptuan normat ligjore, furnizuan armë dhe neutralizuan llogaridhënien, ndërsa Gaza shkatrohej, tani flasin me seriozitet për sovranitetin, rendin dhe rreziqet e pushtetit të pakufizuar. Pasi kanë armatosur një gjenocid, pasi kanë parë spitalet bombarduara dhe fëmijë të varrosur pa asnjë pasojë, tani tronditen nga ideja e shpërfilljes së kufive, përsa kohë që këta kufi janë europian, shkruan Ganushi. Gaza shënoi pikën kur pushteti mbështetur nga SBA pushoi edhe së shtiri respektimin e normave ndërkombëtare dhe filloi të veprojë hapur si dominim i imponuar me forcë. Ajo që po ndodh sot në Venezuelë nuk është një përshkallëzim, por zbatimi i saj. Rëmbimi i një kreu shteti dhe bombardimi i një kryeqyteti sovran janë deklarata. Ato shpallin një fazë të re të politikës globale, të zhveshur nga kufizimet, turpi dhe madje edhe nga pretenca e ligjshmërisë. SBA ka ndërhyrë dhunshëm në Amerikën Latine dhe jugun global për më shumë se një shekull, përmes grushteteve, pushtimeve, sanksioneve, luftrave përfaqësuese dhe atentateve. Ajo që e dallon epokën Trump nuk është shpeshtësia e ndërhyrjeve, por forma e tyre, vlerëson Ganushi. Në atë që kritikët me të drejtë kanë quajtur doktrina Donroe, parimi tani nënkupton diçka shumë më brutale. Të drejtën e pretenduar për të ndërhyrë dhunshëm, për të sekuestruar burime, për të dominuar nyje strategjike dhe për të përjashtuar rivalet me forcë. Venezuela nuk është destinacioni i kësaj doktrine, por demonstrimi i saj, një demonstrim që Trump e ka bërë të qartë se nuk do të përfundojë aty. Me Kubën dhe Meksikën tashmë ka sinjalizuar si objektiva të mundshëm të radhës. SBA do të kontrollojë për një kohë të pacaktuar shitjet e naftës venezueliane, do të menaxhojë të ardhurat përmes llogarive të kontrolluara nga shteti dhe do t'i përdorin ato si mjet presioni për të diktuar të ardhmen politike dhe ekonomike të Venezuelës. Venezuela nuk do të jetë as e lirë të tregtojë sipas dëshirës së saj, por do të detyrohet të blejë ekskluzivisht mallra amerikane, pavarësisht kostos apo disponueshmërisë diku tjetër. Dhe kjo nuk lindi në vakum. Venezuela është nënshtruar sanksioneve amerikane që nga viti 2005, të cilat u intensifikuan ndjeshëm në vitin 2017 gjatë mandatit të parë të Donald Trumpit, duke e përshkallëzuar përfundimisht në atë që tani ngjan me një blokadë. Rezultati ka qenë shkatrimi ekonomik dhe zhvendosja e gati 8 milion njerëzve nga një vend që zotron rezervat më të mëdha të provuara të naftës në botë. Ky kolaps nuk ishte aksidental, ishte i projektuar. Plani aktual nuk është një devijim nga kjo strategji, por kulmimi i saj.
Paralelet me Irakun janë të pamohueshme. Edhe atje, sanksionet u shndruan në armë dhe katastrofa humanitare u ribrendua si politik. Programi OKB-s, naftë për ushqim, ishte vetë një përgjigje ndaj sanksioneve që kishin vrarë tashmë më shumë se gjysmë milioni fëmijë nga kequshqyerja dhe sëmundjet, shkrua Ganushi. Në krahasim, plani që po imponohet tani mbi Venezuelën është edhe më ekstrem. Pa mbikëqyrje të OKB-s, pa kornizë shumë palëshe, pa liri tregtie, vetëm SBA-ja do të kontrollojë naftën, të ardhurat dhe kushtet e mbjetesës. Vija historike shkon edhe më thellë. Ajo që po imponohet Venezuelës pasqyron praktika koloniale më të hershme, si shkatrimi sistematik i industrisë tekstile të Indisë nga Britania, apo luftrat e opiumit që e reduktuan Kinën në një treg të kapur me armë. E drejta ndërkombëtare u çmontua dërras pas dërrase, trup pas trupi. Kjo, sipas Ganushit, është epoka e gangsterizmit të hapur.